Në këtë edicion do të ndiqni. Familja 5 antar Shazemi nga fshati Bec është bërë me kulm mbi kokë. Sot i ndërzuar qesat e shtëpisë. Ishte shoqata Bamirse Bereqeti së bashku me donatorë të tjerë që i bashkuan forcat dhe i dolën në ndihmë. Kjo familje këtë herë ka festë të dyfishtë, ndërtimi i shtëpisë së re dhe festën e Fitër Bajramit. Bashkia Islame e Kosovës ka njoftuar se nesër si shkak i situatës me pandemin COVID-19, në përgjami do të falet vetëm namazi Bajramit, ndërsa i sabahu do të falet në shtëpi. Në të gjitha xhamit e vendit e edhe në Gjakov nuk do të ketë manifestim tradicional dhe se xhamit do të hapen vetëm 10 minuta para faljes së namazit të Bajramit. Sot në vendin tonë kanë arritur 38.400 doza të vaksinës AstraZeneca kundër COVID-19. Me kontingjentin e pranuar sot, totali vaksinave të siguruar nëpërmjet aleancës COVAX arrin në 62.400 doza. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Familja 5 antarësh Azemi nga fshati Bec është bërë me kulm mbi kokë. Sot i ndërzuar qesat e shtëpisë. Ishte shoqata Bamirse Bereqeti së bashku me donatorë të tjerë që i bashkuan forcat dhe i dolën në ndihmë. Kjo familje këtë herë ka festë të dyfishtë, ndërtimi i shtëpisë së re dhe festa e Fitër Bajramit. Kjo ishte gjendja familjes 5 antarësh Azemi nga fshati Bec i Gjakovës. Për më shumë se 5 vite, kjo familje ka jetuar në kushte të vështira ekonomike. Televizioni Syri ka pasqyruar gjendjen e mrekullueshme të kësaj familje. Gjithçka që bashkimi, Renata dhe 3 fëmijët e tyre kishin, ishte vetëm një dhomë që nuk ofronte as kushtet elementare për jetesë. Por sot pas 2 muajve, kjo familje u bë me shtëpi të re fal shoqates Bamirse Bereqeti dhe donatorëve të tjerë, të cilët i dolën në ndihmë. Falendërues që tashmë siguruan një kulm mbi kokë, u shpreh e zonja e shtëpisë Renata. Mas pare falenderoj Hoxhën Abdurrahman Petullah për iniciativën. I falenderoj të gjithë pamjes atë kushdo që ka kontribuar për neve Zoti shpërblet familjet e tyre. Tash fëmijët tu kanë me gëzu një jetesë më të mirë. Po. Sa ka qenë vështirë atje dhe sa ka shumë vështirë. Këtu po duket se më qenë para, s'po di shumë e vështirë aty ku kena qenë. Shoqata Bereqeti së bashku me Bamirsit bashkuan forcat për të zgjidhur një herë mirë jetesën e familjes Azemi. Po një është një gëzim i madh. Keni ngajtur afër 70 ditë me stafin e Bereqetit, po gjithë ato harruan ku të shoh ata fëmijë që kanë mundësi me jetu. Çdo sa është në rregull, asnjë sa nuk e ka mungi, ndar Zoti këta gëzojnë, trashëgojnë dhe Bamirsi do të shuleft. Me këtë rast nuk munguan edhe urimet për familjen Azemi nga kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov, Valon Myrta, i cili një herë ndau edhe mirënjohje për donatorët për kontributin e dhënë në bamirësi. Ishte fati jonë i madh që përmes bamirzëve për 70 ditë ta përfundojmë këtë shtëpi për familjen Azemi. Është kënaqësi e veçantë që ne kësaj radhe jo vetëm që përcollëm Ramazan me gjitha ato kuptimet sublime dhe detyrat që bart në vete, por ta konkretizojmë gëzimin e Bajramit me dhurimin e kësaj shtëpie për këtë familje. Nga ana tjetër, Bleri Malia, njëri nga donatorët, tha se është kënaqësi kur gëzon një familje, sidomos në natën e Bajramit. Secili kush ka pati mundësi një cent me qit. Jam i mirënjohur shumë se ma kanë besime për këndërtimin e shtëpisë, për me gëzu këtë familje për natë Bajramit, nuk ka gëzim më të madh si me gëzu një familje 5 antarësh me kushte shumë të dobta. Strehimi i fëmijëve në një vend të sigurt ishte ëndra të cilën ata kishin menduar që do t'ju realizohet ndonjëherë. Familja Azemi tashmë ka festë të dyfishtë, ndërtimi i shtëpisë së re dhe festa e Fitër Bajramit. Bashkia Islame e Kosovës ka njoftuar se nesër si shkak i situatës me pandemin COVID-19, në xhami do të falet vetëm namazi Bajramit, ndërsa i sabahu do të falet në shtëpi. Në të gjitha xhamit e vendit e edhe në Gjakov nuk do të ketë manifestim tradicional dhe se xhami do të hapen vetëm 10 minuta para faljes së namazit të Bajramit. Bashkësia Islame e Kosovës ka njoftuar së të njëjtën ditën e Fitër Bajramit si shkak i situatës me pandemin COVID-19, në xhami do të falet vetëm namazi i Bajramit, ndërsa ai sabahu do të falet në shtëpi. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov, Dr. Valon Myrta, ka thënë se sikurse në xhamit e vendit, edhe në Gjakov nuk do të ketë manifestim tradicional dhe se xhamit do të hapen vetëm 10 minuta para faljes së namazit të Fitër Bajramit.
kësaj radhe, ndryshe për gjitha herave tjera, nuk do të falet namazi sabah nga xhamati, por do të shkojmë direkt në namazin e Bajramit, vetëm 10 minuta para kohës ne do të bashkohemi në xhami dhe për 10 minuta të tjera do të përfundon e gjithë ceremonia e faljes së Bajramit. Do të jetë ligjërata e Bajramit e shkurt, gjithashtu edhe namazi, dhe besimtarët do të ndahen pa u përshëndetur për dorë, por vetëm me dorë në zemër dhe me buzë në gaz. Pjesëmarrësit në xhami duhet të përmbahen me përpikri masave anti-Covid, po ashtu nuk do të organizohet pritje për nder të festës së Fitër Bajramit në sëlinë e Këshillit të Bashkisë Islame. Bashkia Islame, ndryshe si çdo herë tjetër, edhe vizitat që pret solemne nga institucionet e vendit, kësaj radhe nuk do të bëhen pritjen e tyre, në mënyrë që të përçojë edhe mesazhin të gjithë besimtarët që të kursehen në vizitat fizike, në sa më pak dhe në familjarët, në mënyrë që ta kalojmë këtë gjendje pandemie sa më lehtë. Falja e namazit të Fitër Bajramit do të bëhet në orën 5:53 minuta. Sot në vendin ton kanë arritur 38.400 doza të vaksinës AstraZeneca kundër COVID-19. Me kontingjentin e pranuar sot, numri total i vaksinave të siguruara nëpërmjet aleancës COVAX arrin në 62.400 doza. Në Kosovë sot ka arritur kontingjenti për 38.400 dozash të vaksinës kundër COVID-19. Në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë, kontingjentin e ri në kuadër të aleancës COVAX e pranuan kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë Nicholas Abbott, shefi zyrës së BE-s në Kosovë, njëherët përfaqësues special i BE-s Thomas Signok, ambasadori i Francës në Kosovë Marie-Christine Butel, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jörn Roth, koordinatorja për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë Ulrika Richardson, drejtori i UNICEF-it Murat Sahin dhe drejtoresha misionit të USAID në Kosovë Lisa Magno. Në komunikatën për media nga zyra e kryeministrit thuhet se Kurti ka falendëruar shtetet e Kuintit dhe organizatat e tjera për ndihmën e vazhdueshme në ballafaqimin e Kosovës me pandeminë COVID-19. Me kontingjentin e pranuar sot, numri total i vaksinave të siguruara përmjet aleancës COVAX arrin në 62.400. Tutje në komunikat thuhet se qeveria e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar në sigurimin e sa më shumë vaksinave nëpërmjet sa më shumë kanaleve deri në përmbushjen e synimit që brenda vitit të imunizohen 60% e popullatës. 12 maj është dita ndërkombëtare e infermierëve, rreth 2/3 e punëtorëve në QKUK apo 60% të punësuarve janë infermierë dhe kjo shifër flet për fuqinë potenciale që kanë. Çdo vit me datën 12 maj shënohet dita ndërkombëtare e infermierisë, e cila përkon me 200 vjetorin e lindjes së Florence Nightingale, e cila njihet edhe si themeluesja e infermierisë në botë. Rreth 2/3 punëtorëve në QKUK apo 60% e të gjithë të punësuarve janë infermierë dhe kjo shifër flet për fuqinë potenciale që kanë. Infermieria është një profesion e sektorit shëndetësor fokusuar në kujdesin e individëve, familjeve dhe komuniteteve, në mënyrë që ata mund të arrijnë dhe të mbajnë shëndetin optimal dhe cilësinë e jetës. Infermierët mund të dallohen nga ofruesit të tjerë të kujdesit shëndetësor me qasjen e tyre ndaj kujdesit ndaj pacientit, trajtimit dhe fushës së praktikës. Për shkak të masave të sigurisë kundër COVID-19, kësaj radhe në vendin tonë nuk pati organizim të aktiviteteve me rastin e kësaj dite. Sot shënohet dita e tyre edhe në gjithë botën dhe kjo ditë festohet në mënyra të ndryshme. Përndryshe, shëndetësia cilësohet primare për një shoqëri apo shtet, nga se shëndeti është primar për secilin prej nesh. Komuna e Gjakovës ka nënshkruar 4 marrëveshje të reja bashkëpunimi, përmes të cilave do të realizohen projekte të nevojshme për një mirëqenie më të mirë për banorët të komunës sonë. Projektet që pritet të realizohen janë ndërtimi i ujësjellësit në Firz për 42 shtëpi, ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Zhub për qafë Prosh, Zylfaj dhe Dogan, pastaj ndërtimi i stacionit të pompave shtytëse për fshatin Morin, si dhe asfaltimi i rrugës kryesore deri te objekti administrativ, si dhe rezervuari në Batush. Komuna e Gjakovës dhe KRU Gjakova mbetën të përkushtuara në realizimin e synimeve të tyre në zgjerimin e zonës së furnizimit me ujë cilësor, si dhe shërbime efikase për të gjithë konsumatorët.
Për 3 muajt e parë të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka shpenzuar 1.313.000 euro vetëm për paga dhe meditje, ndërsa për mallra dhe shpenzime ka shpenzuar 168.103 euro. Kjo u bë ditur në mbledhjen e Komisionit për Buxhet dhe Transfere. Për 3 muaj të parë të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka shpenzuar 1.313.000 euro vetëm për paga dhe meditje, ndërsa për mallra dhe shpenzime ka shpenzuar 168.103 euro. Kjo u bë ditur në mbledhjen e Komisionit për Buxhet dhe Transfere nga sekretari i këtij komisioni Ismet Krasniqi, i cili tha se shpenzimet kapitale për këtë periudhë janë 254.000 euro. Kemi shpenzuar 1.313.000 apo shprehjen përqindje 17.11% për 3 muajin e parë të vitit 2021. Të modët e shërbimet kemi 168.103, shprehjen përqindje 10.38%, të shpenzimet komunale 59.825, shprehjen përqindje 24.82%. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës Bedri Hamza, njëherë antar i komisionit, tha se shpenzimet të cilat kanë ndodhur në parlament janë brenda linjave buxhetore. Kemi pas një ekzekutim të shpenzimeve kapitale më pak se sa që është planifikuar, se sa që kanë qenë nevojat, dhe shpresoj që këtë vit buxheti të realizohet, edhe pse ne dimë që Kuvendi është një organizatë buxhetore ku mas 70% e totalit buxhetit diku shkojnë tër paga. Kryetari i komisionit Armen Muja ka pyetur sekretarin për kontratat e shërbimeve telefonike dhe ato këshilldhënëse. Qysh kontraktohen shërbimet telefonike? Cila është procedura që njeket? A njeket procedura e prokurimit publik? Sekretari Krasniqi në përgjigjen e tij tha se kontrata për shërbime telefonike është vazhdimsi nga një operator sikur në çdo institucion tjetër qendror. Me shumicë të votave, komisioni vendosi që të rekomandoj kryesisë së Kuvendit të Kosovës që ta miratojë raportin e shpenzimeve për 3 muajorin e parë të këtij viti. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere ka shqyrtuar edhe raportin vjetor financiar të Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2020, ku drejtori i përgjithshëm Bujar Sadiku ka bërë të ditur shumën prej 57.000 eurove, sa kanë qenë shpenzimet për paga dhe meditje. Sot janë bërë analiza të ujit në lumin Lukac. Qëllimi i gjithë kësaj ishte për të vlerësuar se në çfarë shkallë ka arritur ndotja e ujit dhe pastaj do të merren masa për të parandaluar këtë dukuri negative. Sot ka filluar të bëhet analiza ujit në lumin Lukac. Kjo mati u bë për të vlerësuar se në çfarë shkallë ka arritur ndotja e ujit dhe sigurisht që pastaj do merren masa për ta parandaluar këtë dukuri negative. Ky projekt po zbatohet nga OEC Women's Business Association Shera, ndërsa po financohet nga fondet e Bashkimit Evropian përmes programit ndërkufitar IPA Kosovë-Shqipëri. Mirlinda Kusari Porrini tha se sot i kanë ftuar të rinj që edhe ata të shohin gjendjen se çfarë është ujë dhe kujdesin në të ardhmen të rritet sa më shumë ndotja të minimizohet. Është eksperti i cili është duke i marrë mostrat para se të fillojnë me rehabilitimin e shtratit të lumit Lukac, si dhe kanalizimeve të cilat do të kyçen, gjithë kjo anë, pasi që kjo pjesë do të ndërtohet me këtë financim të cilin e kemi nga Bashkimi Evropian dhe nga Komuna e Gjakovës. Urim Gjeravina, drejtori i organizatës Lesduit Peja, tha se lument janë të stërngarkuar duke aluduar që kujdesi duhet të jetë permanent. Në kuadër të projektit për ujë të pastër në Komunën e Gjakovës, që zbatohet nga organizata Shera, ne si organizatë mjedisore, si Lesduit Peja, jemi të kontraktuar nga kjo organizatë që të bëjmë monitorimin dhe matjen e cilësisë së ujit në lumin Lukac, para dhe pas intervenimit të ndërtimit të shtratit të lumit. Ndërsa eksperti i ujrave Agron Shala tha se mostrat që janë marrë sot ato do të vazhdojnë edhe në të ardhmen për të bërë krahasimin e gjendjes sa ka ndryshuar. Aktiviteti sot është i lidhur me lumin Lukac, i cili ka të bëjë me cilësinë e ujit, se çfarë uji ka në fillim të qytetit dhe në mbarim të qytetit. Do të ne kemi marrë 2 mostra. Mostrën e parë kena marrë në dalje të qytetit, e cila na tregonte se kishte disa parametra që i matëm vlerën e PS oksigjenit të rretën për çushmëri elektrike, në krahasim me pikën e dytë të cilën e matëm këtu, ku vlerat ishin pak më të vogla, gjë që na tregon kjo se gjatë këtij rrugtimit të kësaj rrjedhe të këtij lumit do të ka çështje të shkarkimit të ujrave të ndotura, ujrave të zeza sanitare. Nëse ne nuk e ruajmë natyrën, as natyra nuk do na ruajë ne.
kështu që të jemi të ndërgjegjshëm dhe të kujdesshëm që ambienti ynë të jetë sa më i pastër, u tha në këtë rast. Punime nga më të ndryshmet u ekspozuan sot në gjimnazin Hajdar Dushi. Nxënësit së bashku me mësimdhënësit ishin pjesë e projektit ndërlidhja e lëndëve mes vetes si dhe përgatitja për karrierë. Këto punime u realizuan për gjatë një jave nga nxënësit në bashkëpunim me mësimdhënësit e gjimnazit Hajdar Dushi. Tema e projektit ishte ndërlidhja e lëndëve mes vete dhe përgatitja për karrierë. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin 10 mësimdhënës dhe 50 nxënës. Ky projekt u mbështet nga organizata ASET që financohet nga USAID. Drejtori i gjimnazit u shpreh falendërues për të gjithë pjesëmarrësit në këtë projekt. Ishte një aktivitet jo vetëm një javor, por kryesisht u së ndërtu në këtë javën e fundit, të javën e projekteve të financuar nga ASET-i, ku shfrytëzoj nga rasti të falenderoj sinqerisht për gjithë angazhimin, me qenë se shkolla jonë tashmë 4 vite është pjesë e ASET-it dhe të falenderoj normalisht nxënësit dhe kolegët tonë të cilët me një angazhim dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm bën që edhe kjo ditë e sotme të kurorëzohet me sukses. Ndërsa Zana Meqa, koordinatore e projektit, theksoi rëndësinë e tij dhe po ashtu tregoi se të tilla do të mbahen edhe viteve në vijim. Ne kemi javën e projekteve këtu, tashmë në shkollën tonë do të jetë gjithmonë java projekteve për çdo vit mësimor, do ta fusim edhe në plan programin tonë. Dua ta falenderoj programin e ASET-it, domethënë i cili mbështetet nga USAID-i, i cili me anë të trajnimeve që ka ofruar shkollës tonë, siç është mësimi i bazuar në projekte, na ka bërë që ne tash të implementojmë projekte të ndryshme në shkollën tonë. Nxënëse pjesëmarrëse në këtë projekt ishte edhe Risa Lipoveci me një punim nga kimia e cila na tregoi për përfitimet nga kjo përvojë. Ky projekt ka qenë vazhdimësi e projekteve tjera që kemi pasur në gjimnaz. Na si nxënës kemi përfituar shumë pasi përveç mësimit që kemi pas shtesë me këto projekte që kemi punu, ne ashtu kemi përfituar aftësi edhe nga shkatësitë e buta. Do thotë çdo projekt ka pas veçantinë e tij, për të cilët na kemi mujt me mësu gjëra të reja dhe interesante. Për të gjithë mësimdhënësit pjesëmarrës u ndan edhe mirënjohje. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Familja 5 antar Shazemi nga fshati Bec është bërë me kujt mbi kokë. Sot janë ndërzuar qesat e shtëpisë. Ishte shoqata Bamirse Bereqeti së bashku me donatorë të tjerë që i bashkuan forcat dhe i dolën në ndihmë. Kjo familje këtë herë ka festë të dyfish, ndërtimi i shtëpisë së re dhe festën e Fitër Bajramit. Bashkia Islame e Kosovës ka njoftuar se nesër si shkak i situatës me pandemin COVID-19, në përxhami do të falet vetëm namazi Bajramit, ndërsa i sabahu do të falet në shtëpi. Në të gjitha xhamit e vendit e edhe në Gjakov nuk do të ketë manifestim tradicional dhe se xhamit do të hapen vetëm 10 minuta para faljes së namazit të Bajramit. Sot në vendin tonë kanë arritur 38.400 doza të vaksinës AstraZeneca kundër COVID-19. Me kontingentin e pranuar sot, totali i vaksinave të siguruar nëpërmjet aleancës COVAX arrin në 62.400 doza. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri-vizvizion.tv. Mirupafshim.